Ti marrim pak me radhë. Çfarë vënë re qytetarët është ndërtimi i plot pluhur shumë i madh nga inertet, nga vetë ndërtimi që shkakton makina shumë të cilët djegin hidrokarbure, karburantin dhe sigurisht edhe e shpërndahet në ajër, po kaq është ajo që mund të shohin edhe qytetarët. Po cilët janë ndotësit kryesor në vend? Kryesisht pra edhe në Tiranë, meqense është një prej vendeve më të populluar dhe më të ndotura gjithashtu. Sigurisht, nëse ne do të referohemi zhvillimit urban të Shqipërisë vitet e fundit, janë dy sajte kryesore, pa diskutim është Tirana, por është edhe zhvillimi i Bregtetit së fundmi. Ne do të kuptojmë që ritmi i urbanizimit të Tiranës është i një shpejtësie marramendese, qoftë nga cilësia e objekteve në të cilët ndërtohet, po qoftë edhe nga ndërlikimet problematike që këto shkaktojnë në jetën e qytetarëve. Ne duhet kuptojmë që kjo Tiranë në të cilën ne jetojmë sot, ishte e projektuar para 50 viteve në ritme zhvillimore të jo 1 milion banorëve që aksesojnë atë sot. Ne, sigurisht, për gjatë këtyre 30 viteve, e theksojmë me keqardhje që urbanistët apo planifikuesit apo të gjithë ata të cilët e kanë lejuar këtë ritëm problematik zhvillimi nuk kanë mundur të jenë as në lartësinë e urbanistëve të para viteve 90 në Shqipëri.